Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: është namazi ai që mundson njeriu të jetë më afër Allahut. Namazi është shëruesi i shpirtrave të trazuara. Namazi është qetësues i të sëmurëve, ushqimi i shpirtit, shërimi i zemrës është namazi. Namazi është gëzimi i zemrës time, bebza e syrit tim, a ludon e këtë dëshirë. Lumturia është ajo e cila çdo njeri synon, qoftë njeriu besimtar apo jo besimtar. Të gjithë njerëzit që jetojnë në mundim, punojnë dhe angazhohen për të sjellë vetes lumturi. Mirë po, lumturia e vërtet është ajo të cilën Allahu xhelle shanehu e ka definuar më së miri në mënyrën specifike në Kur'an. Sepse Allahu është krijuesi i njeriu, krijuesi i kësaj bote, botës tjetër dhe krijuesi i gjithësisë. Dhe vetëm ai e di cila është rruga dhe burimi i lumturisë. Një prej gjërave më madhështore, prej veprave më të vlefshme, prej gjërave kryesore që njeriu e bën të lumtur është namazi. Pas besimit në Allahun xhelle shanehu, nuk ka vepër më të madhe se namazi. منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها por nuk thot e falin ju sallun, po ju kimun, do në thot namazin e falin e rregullisht dhe ashtu si duhet, me formën e vet dhe me mbrendin e vet, se namazi ka pamjen, formën dhe mbrendin e vet. Forma bëhet me trup, falja e namazit formalisht bëhet me trup, falja e namazit mbrendin bëhet me zemër. Na mundohemi të falemi ashtu siç na ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë sallu kama raaitumuni usalli, falni çështu si më keni pa mu duke u fal. Po ti cilin e ke pa ja Resulullah, kush ta mësoi ty namazin? Mu ma mësoi Gjibrili dhe më tha salli kama raaitani usalli. Gjibril alayhis salam i fali namazin dhe i tha pejgamberit falu pas meje, si do të falem unë? Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha neve faluni siç më keni pa mua duke u fal. Na mundohemi të falemi ashtu siç e keni pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u fal, po ndoshta në shumë raste mundohemi të falemi si pejgamberi në pamjen fizike, në formalisht, e më mbrendi, a jemi a falemi si kur falet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Si është fal pejgamberi? Kur dha selam i tha Hazreti Aisha, ja Resulullah, ishte Ebu Bekri te dera, erdhi Ebu Bekri tishe duke u fal. Tha kush është ai Ebu Bekr? Tha baba i Aishës. Tha po kush ajo Aisha? Tha unë. Tha po kush je ti? Subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka fal namaz ka qenë gjendje mos ta njeh asken, përveç me Allahun ka biseduar. Namazi ju qimune salat, do të thot janë në brendim me shpirt e me zemër namaz. Një dietar ka fal namaz, pran ti është ndez një shtëpi, tret kanë gajt për ta shimë zarmin, ai s'ka lëvrit. Kur e ka mbaru namazin, ka dhonë selam, i ka thonë, pa nuk shet qka është të bo, tha qka për vëzë, tha shpia filoni të doqë, tha se kam di, as se kam pa, e këthej kryet ka shpia në heri lutë Allahut, zarmin vend të nda. Ato gjithë ndojtën tashimin, por nuk mundën tashimin, ushim zarmin me lutjen ati që duke pa zarmin, duke ndez, nga sa ishte duke u fa. Muslimat kur janë pregatit të falin namaz, ju ka shku qehrja, janë zver, janë drin, i kanë pyt, qka ki, që po tremer, ka thonë, që po frike, ka thonë, e dini para kujt duhet me dal, duhet me dal para Allahut me bisedu me Allahun po du me bisedu. Allah i dash, na me pas në një takim me ndo një njeri me pozit, drejtohemi, krehemi, parfimosemi, pas ty shikohemi, se kam takim me filani.
muslimoni del takime Allahu Gjelal, edhe del që ashtu sikur është të hecë për udhër. Formalisht dhe shpirtërisht duhet të falet namaz. Alladhina yuqimuna as-salat. Ata që namazin e falin me mbrendi dhe hin brenda namaz. Na thomi filani ka hin namaz. Na nuk e di, a hin në namaz apo afrohemin prak derës namazin dhe rrim ati. Shumë njerëz rrinë prak derës namazin. Ai që hin në namaz, ai nuk ka lidhje me këtë botë, ai është me Allahu Xhelal. O vëllezër, kur e kanë pyet njërin, si e fal namazin, tha unë kur hin namaz, me laçen e vdekjes e shoh te kryet. Xhenetin me krahët gjatë, xhehenemin në të majt, unë sikur kaloj mbi urën e Siratit. Kështu e fali namazin dhe kur jap selam e lusë Allahu Xhelal, amon o Zot, gabimet dhe lëshimet që kanë bo, mos mi merë parasysh, pranoma namazin. Dhe qaj pas namazit duke u frigu se mos bohet namazin pa qavër që Allahu dhe të mrahen ditë ma qerit kaftyra. Namazit dikuj dhe të bohet pa qavër që aj dhe të rehet kaftyra. Qka është kjo Zot që më shonë? Qka është kjo? Kjo është namazi ytë. Aman. Edhe aj që është falë dhe të rehet. Po, Allahu dhe në gjelar të të vejlun lil musallin. Mirë për ata që falen. Mirë për ata që falen e nuk falen. Mirë ata që thuan falemi, a nuk falen. Falen fizikisht, ndërsa shpirtërisht nuk kanë hinë namaz. Dhe namazin nuk e falin regullisht. Namazin e bën një jetë e toptan, 5 vaktet namazit me një thes një atësishti. Njoni thot, unë falem kur kam kohë. Unë që ditëm, kur kam kohë. E me qka e humbë kohën që s'tjetë kohë për namaz? O vlezër të dashë, alladhina yu'minuna bil gajbi wa yuqimuna as-salat. Dhe namazin e falin me vëmendje, e falin në kohë të vetë, e falin rregullisht. Dhe kur hin namaz, janë në namaz. Nuk shëtiten pazarën qarshi, nuk shëtiten në shoqni, po në namaz janë brenda në namaz. O vlezër, yuqimuna as-salat. Me fal namazin me gjithë kushtet, asa i thonë namaz. Ato që kemi përmenë mës ta përsëritim shumë herë. Nëse një muslimon gjatë leximit të Fatihas nuk është në vete, e nëse nuk është në vete dhe kur thot iyake na'budu wa iyake nesta'in, atë namaz është mirë ta falje përsëri. Qatë namaz në ta falje përsëri, se buka hiç së shgodit nuk hahet. Nuk ha, duhet të gatojmë përsëri. Qaj namaz nuk pranohet, duhet të falim përsëri. Nëse nuk ke qenë me vete kur ke thonë iyake na'budu wa iyake nesta'in. O Zot, ti të adhurojmë dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Kjo është namaz. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha إلا الله ما لنا رب سواه